A ka konstatime për standarde të dy fishta në trajtimin e personave të profileve të ndryshme politike, kam fjalë? Në lidhje me trajtim midis personave me profile politike, unë nuk shoh dallime, pra procedurat janë, këto të takimeve janë procedurat të relaksuar dhe unë në fakt jam shumë e lumtur që të ketë sa më shumë takime. Pra kjo është në përputhje me atë që edhe standardi i Këshillit të Evropës thot, edhe avokati i popullit thot. Kështu që unë nuk shoh që të ketë standarde të dy fishta, unë kërkoj që të gjitha ato kushte që janë, sepse i vetmi vend ku ka disa kushte pak më të mira se sa kushtet e tjera, janë ato që ndodhen në një nga në burgun e Durrësit që unë vizitova, në një nga sektorët e burgut Durrësit, dhe në fakt ajo nuk është në vlerësimin e avokatit popullit, të gjitha burgjet duhet jenë ashtu. E kuptoj. Zonja Ballancët, kur këtyre raporti juaj në kuvend, ju e nisët atë me një thirrje për reflektim pas ngjarjes në fakt tragjike të gjyqtarit Astrid Kalaja, duke dhe theksuar se Shqipëria ka vetëm 9.8 gjyqtar për çdo 100.000 banor, ndërsa mesatarja e BE-s është 21.9. A është kjo një ngarkesë veçanërisht për gjyqtarë dhe një rrezik edhe për cilësinë e drejtësisë? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Atëherë këtu më duhet që të bëj një lloj sqarimi. 9.8 gjyqtar kanë qenë gjyqtar efektiv në detyrë në atë ditë. Duhet të kuptojmë që një është struktura, dhe struktura e miratuar për Shqipërinë ka 14.6 gjyqtar për 100.000 banor, por ne kemi vakanca në sistemin gjyqësor për shkak të vettingut, pa largimeve nga vettingu dhe për shkak se nuk kemi pasur prurje në sistemin gjyqësor me të njëjtën shpejtësi si numri gjyqtarëve që janë larguar. Megjithatë, unë edhe përsa i përket vlerës për 14.6 gjyqtarë që kemi ne për 100.000 banor në strukturë, pra të miratuar që do duhet të kenë të mbushin vendet, përsëri dhe ajo është e ulur, krahasim me 21.9 që është ajo që është mesatarja evropiane. Po kur them mesatarja evropiane, kjo përfshin edhe vendet të cilat nuk kanë të njëjtën përqindje ose apo dëshirë për të shkuar në gjykatë siç kemi ne, që ne jemi një popull i cili jemi goxha litigos të themi, apo njerëz që shkojnë vazhdimisht përsa i përket, pra qesim shumë ankesa, dhe po ashtu jemi dhe një vend ku administrata shtetërore ka një numër të ulët të adresimit të hallave të qytetarëve dhe ato detyrohen që të shkojnë në sistemin gjyqësor. Një tjetër debat, ditë e fundit ka qenë ligji për barazinë gjinore. A duhet ishte kjo një temë që duhet bashkonte palët në parlament, por edhe sidomos politikët, se ato janë kryesore, pastaj politika që e përçon tek opinioni publik. Në fakt, më ambjen shumë keq që gjithë këtë debat i tillë për ligjin për barazi gjinore, një debat i nxjerrë tërësisht nga konteksti. Ai është një ligj i cili në asnjë rast as krijon gjini të reja dhe as jep formula të reja për të ndryshuar realitetin i cili është realiteti që neve kemi sot. Dhe më vjen shumë keq që her pas here agenda të ndryshme sjellin frymën dhe një dezinformim kaq të madh në opinionin publik, sa ne nuk ja dalim, pra edhe sikur të mos kishte asnjë njeri, asnjë ide negative për ligjin, tani do duan se ata që janë, të themi, nga ana e komuniteteve LGBTIQ+, do ta shikojnë ligjin si një mënyrë për të arritur disa arritje që ata duan t'i kenë në agenda, apo që mund të jenë pjesë agjendës së tyre. Fakti që askush nuk mund të diskriminohet për shkak të prirjeve seksuale është një detyrim ligjor tashmë, jo nga ky ligj. Është nga ligji kundër diskriminimit ose ligji për garantimin të përmbrojtjen e qytetarëve nga diskriminimi. Në atë ligj prej disa vitesh është e qartë që kërkush nuk mund të diskriminohet për shkak të prirjeve të tija seksuale. Përveç kësaj, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që Shqipëria është pjesë e disa konventave, të cilat diskriminimin, nuk po them promovimin, janë dy gjëra të ndryshme, diskriminimin e kanë detyrim dhe garanci që shteti shqiptar nuk duhet t'i diskriminojë personat për shkak të seksualitetit të tyre. Edhe një pyetje të fundit, ju keni theksuar se integrimi në BE nuk është vetëm proces politik, por provë për respektimin e të drejtave të njerëzit. Apo e kalon Shqipëria këtë provë? Është në fakt një nga provat më të vështira që Shqipëria është duke kaluar. Unë këtu dua të bëj një parantezë, ashtu si shumë shqiptar, unë mendoja se gjendja e zbatimit të drejtave të njerëzit në Shqipëri ishte në nivelet më të ulta dhe besoja se BE-ja ishte një vend i cili kishte standardet më të larta të garantimit të drejtave të njerëzit. Besoj se kjo është një sfidë e vazhdueshme, e përditshme dhe në çdo vend të BE-s. Ne duhet kuptojmë që drejtat e njerëzit janë një proces dhe për t'i garantuar ato apo për t'i zbatuar ata duhet përpiqemi të jemi të vërtetë dhe ta kuptojmë që çdo
antari administratës mbas një karrigeje nuk është aty sepse ka një monopol, por është aty për të shërbyer qytetarëve.